Në një ceremoni të mbajtur në zemër të qytetit të Vlorës u përorua sheshi Rasik Dino, një hapësirë publike që tashmë mban emrin e një prej figurave kyçe në historinë e shtetformimit shqiptar. Në këtë aktivitet të veçantë nën kujdesin e kandidatit për deputet Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Endri Hyseni, u mboll simbolikisht një dru liri nga Çamëria dhe u vendos një gur përkujtimor, si një akt simbolik i kujtesës kombëtare dhe i frymës së bashkimit shqiptar, si një betim për të mos harruar rënjët dhe idealet tona kombëtare. Përshëndetje aktivitetin studiuesi i njohur profesor doktor Bardosh Gaçe. Që nga eksodi 13-ës, eksodi 21-23-shit që vetë çamët e quajnë Andallahia, pas luftës së dytë botërore me ato raprazalje dhe fatin dramatik të një krahine të tërë me palcën e madhe kombëtare shqiptare, në tërë jetën tonë, edhe në për shkolla me mësues dhe agronom, po dhe në mjek, po dhe në zanate të tjera, por edhe në vreshta dhe në punët komunale të Vlorës, dora e çamëve mjeshtërore ka qenë që i ka dhënë ngrohtësi qytetit. Kandidati për deputet në Kuvendin e Shqipërisë Endri Hyseni, gjatë fjalës së tij theksoi se në këtë aktivitet nderohet jo vetëm biri i Çamërisë, por edhe një kolos i shqiptarizmit që vendosi një gur të fuqishëm në themelet e shtetit të pavarur shqiptar. Njëkohësisht i privilegjuar që ndajmë së bashku këtë emocion të veçantë, unik në llojin e vet, jo vetëm për Vlorën, por për gjithë shqiptarët e Çamërisë dhe për kombin ton mbar. Aktiviteti i sotëm shkon përtej një akti simbolik, përtej inaugurimit të simboleve të sheshit Rasik Dino. Ky është një moment reflektimi, një moment krenarie dhe shpresë për gjithë ne. Një moment që na bashkon në rinjët tona me historinë tonë dhe me idealet e pastra të shqiptarizmit. Në këtë ceremoni vlerësoi figurën e Rasik Dino edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Fakti është një vendim që është marrë që në vitin 2021 nga Këshilli Bashkiak i qytetit të Vlorës dhe jo pa qëllim, është për të çuar në piedestal dhe për promovuar ato vlera në fakt që intelektualet e asaj kohe kanë kontribuar drejt për integritetin e vendit tonë, pra për integritetin e shqiptarëve ku do ndodhen, qoftë dhe pjesa e kontributit njerëzor, po ashtu edhe kontributit për të njësuar pjesën territoriale të Shqipërisë. Jo pa qëllim, sot jemi mbledhur për zotin Rasik Dino, i cili për mua ka qenë një vlerë e jashtëzakonshme, si te pjesa e deklarimit të pavarësisë, si ka qenë pjesë e saj të Republikës Shqipërisë, por ka qenë diplomat i spikatur, pak më parë profesori e përmendi dhe realisht në atë kohë numëroheshin me gishtat e dorës njerëzit që kishin kapacitet intelektual për ta çuar përpara kauzën e Shqipërisë. Aktiviteti u zhvillua në prani edhe të përfaqësuesve të komunitetit, të rinjve dhe të qytetarëve me origjinë nga Çamëria, duke shënuar një moment të rëndësishëm të kujtesës historike në jetën publike të qytetit. Kandidati Endri Hyseni, zgjedhur nga Partia Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, ftoi qytetarët e Vlorës dhe në veçanti ata me origjinë çame në një takim publik ditën e mërkurë, më 30 prill, ora 18:30, përballë sheshit Rasik Dino për të ndarë vizionin dhe angazhimin për të ardhmen e qytetit.